Në lidhje me të gjitha këto zhvillime dhe me shanset e vërteta se sa mund të ketë një arpushim midis Rusisë dhe Ukrainës në luftën e nisur që prej 24 shkurtit të vitit 2022, kam kënaqësinë të kem në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Ledion Krisafi, ekspert i njohur i çështjeve ndërkombëtare. Mirëmbrëma zoti Krisafi. Ka patur një bisedë në telefon midis Vladimir Putin dhe Donald Trump, me njëherë pasi Trump është takuar me detyruarin special pra Steve Witkoff për detajet e planit të arpushimit. Fillimisht duke e pamundur që një përfaqësues i Amerikës të komunikonte drejt për së drejti me një përfaqësues të Rusisë për këtë çështje në nivelet më të larta të presidentëve, po duket se ndolli me administratën Trump. Sa i jep përpara këtij procesi një komunikimi drejt për drejt midis dy presidentëve të SBA-s dhe të Rusisë? Sigurisht në rast të tilla ndihmoni zakonisht shumë kur ka një kontakt drejt për drejt mes palëve dhe aq më tepër ka dhe një dërguar siç është Steve Witkoff, i cili është goxha, le të themi, negociues i fortë në raste të tilla, pra është një situatë që mund ndihmojë zakonisht shumë në arritjen e paqes në Ukrainë. Kjo është një administratë amerikane që ka ardhur me synimin për ta mbyllur luftën dhe kjo është arsyeja pse po komunikon me Putinin, ndërkohë që administrata Biden nuk kishte për qëllim pak të mbyllte luftën dhe rrjedhimisht nuk komunikonte me Putin, por unë kam përshtypjen që amerikanët dal nga dal, pak të kjo administratë amerikane, po përballet në mënyrën se si rusët bëjnë politikën e jashtme. Dhe mënyra si Putin u përgjigj dje ndaj propozimit amerikan dhe Ukrainës për arpushimin është tipike e stilit rus, i cili është një stil që thotë edhe po, thotë dhe jo. Pra, po të dëgjojmë me vëmendje çfarë tha Putin dje, duke sigur tha po, por në thelb kishte thënë dhe po dhe jo në fund, dhe është thjesht një mënyrë për ta zvarritur çështjen sa më shumë të jetë e mundur. Sepse nuk mund të thoshte jo drejt për drejt, sepse do të nxirrte shumë keq Putin dhe Rusinë, dhe aq më tepër që supozohet të nxirrte keq dhe Trumpin nga ana tjetër. Pra në këtë situatë ajo që kërkon Putin është që Trump të dalë mirë, pra të mos i prish qefin si thua dhe imazhin Trumpit, por nga ana tjetër të mundohet të plotësoj sa më shumë të jetë e mundur kërkesat e Rusisë. Kështu që mendoj që amerikanët përtej kërkesave ose dëshirës të Trumpit për ta mbyllur luftën sa më shpejt e mundur, do përballen me një realitet tipik të negociatave me Rusinë, që janë negociata shumë të forta. Pra ne jemi ende në fazën ku po negociojmë për arpushimin. Nuk kemi arritur akoma tek negociatat për paqe. Dhe tregojnë që mund të ketë, le të themi, çështjet që janë në diskutim mund të jenë kaq të ndalikuara dhe kaq të vështira për tu pranuar paktën nga dy palët, sa dhe diskutimi për arpushimin mund të zgjatet me javë, për shembull, dhe mund mos ketë asnjë arpushim si ai treditor që është kërkuar nga Ukraina, që është kërkuar edhe nga Shtetet e Bashkuara, por nga reagimi i Trumpit pash që nuk duket se ishte, le të themi, i shgënjur ose i mërzitur nga mënyra si Putin ishte përgjigjur ndaj kësaj propozimi të parë. Pra duket se ka një lloj linje të dy palëve, si të Putin dhe të Trump në këtë pikë, pra janë një linjë mendimi si thua, dhe vetëm Ukraina duket sikur është e çuar në gjithë situatë. Po më bën përshtypje diçka që thatë më lart. Biden nuk kishte për qëllim të mbyllte luftën. Çfarë do thotë kjo zoti Krisafi, duke marrë parasysh se ka patur edhe atëherë tentativa nga ish sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken, duke marrë parasysh edhe sa ka shpenzuar Amerika për të ndihmuar Ukrainën, pra ka patur miliarda dollar paketa ndihmash të cilat i kanë shkuar në periudha të ndryshme kohore. Pse nuk ka patur për qëllim ta mbyllë luftën? Administrata Biden nuk ka pasur për qëllim të mbyllë luftën sepse qëllimi ka qenë për të dobësuar sa më shumë të jetë e mundur Rusinë, qoftë në fushën e betejës, qoftë nëpërmjet sanksioneve. Kjo administratë tanishme mendojnë që Rusia nuk mund të dobësohet më dhe nuk ka kuptim të dobësojë më Rusinë, kështu që po gjejmë një strategji tjetër duke mbyllur luftën, duke nxjerrur Rusinë me dëshirë ose pa dëshirë në këtë rast po si një lloj fitimtare në Ukrainë dhe duke tërhequr Rusinë nga ana e Amerikës dhe duke munduar ta shkëputin atë nga Kina. Pra ka ndryshuar mënyrën, le të themi, qasja strategjike se si dy administratat e shikonin luftën në Ukrainë dhe marrëdhëniet e tyre me Rusinë. Në këtë rast, në dy rastet në fakt ka qenë një lloj basti, sepse dhe i pari ka qenë një bast nëse Rusia do dobësojë apo jo, dhe ky i dyti që po bën Trumpi është një bast nëse Rusia do shkëputësi lidhjet me Kinën, e cila është rivali kryesor i Shtetit Bashkuar dhe do i afrohet më shumë në Shtetet Bashkuara ose do të mundohet të qëndrojë neutrale në gjithë situatë. Rrjedhoja e pakëndshme gjithë të ndryshimit të themi qasje strategjike është fakti që Rusia nga një vend i cili me shumë mundësi do dilte si le themi gjysmë humbur në Ukrainë, tashmë po del në mas të madhe, po del fitimtare në Ukrainë dhe ne po shohim nga mënyra se si po i bën negociatat për arpushimin, tregojnë që nuk ka asnjë lloj nxitimi për të arritur arpushimin, nuk ka asnjë dëshirë për të arritur arpushimin, pra po mundohet ta bëjë çdo gjë në kushtet e veta. Dhe një shtet që është, le themi, supozohet të ishte duke humbur apo të ishte në vështirësi, nuk luan kështu.
këtë lojë bën një shtet që mendon se luftën është duke fituar. Pra, mënyra si po qaset Rusia, duke sikur po e bën një nder, si thua në këtë rast Donald Trumpit, po jep Trumpit atë që Trump kërkon. Dhe ka edhe diçka tjetër që rusët kanë një kartë, si thua, për të përdorur në këtë rast shprehjen e Donald Trumpit, kanë një kartë të madhe në dorë. Dhe karta është fakti që ata shohin që Donald Trump dëshiron të ketë paqe në Ukrainë sa më shpejt jetë e mundur dhe me çdo kusht. Dhe dikush që është duke nxituar në sytë e rusëve mund të plotësoj shumë kushte, edhe ato kushte që dikush tjetër nuk mund t'i plotësonte. Pra në këtë moment rusët mendojnë se favori, si thua, topi është krejtësisht në anën e tyre. Pra ata janë duke luajtur lojën dhe të tjerë janë duke udhëhequr dhe jo e kundërta. Kjo është arsyeja pse Volodymyr Zelenski nuk beson tek Vladimir Putin dhe tek deklaratat e tij se mund të jetë i gatshëm për një armpushim, një po themi kundërshti në raport me deklaratat e Putin që e ka shprehur edhe gjatë ditës së sotme. Sepse Zelenski dhe Ukrainës e njohin shumë mirë Rusinë dhe rusët. Din shumë mirë që nuk para le themi qëndrojnë marrëveshje që bëjnë. Kanë bërë marrëveshje të tjera më parë dhe nuk se i kanë qëndruar. Dhe çfarë garancie ka Zelenski që do i qëndrojnë rusët një marrëveshje të tillë, qoftë arpushimit, qoftë një marrëveshje të mundshme paqe në të ardhmen. Unë thash që nuk shoh në një lloj nxitimi nga ana e Moskës në momentin, madje duket se kanë tërësisht lojën në kontrollin e tyre. Zelenski mendon që nëse nuk arrihet një paqe pa një garanci shumë të fortë për të ardhmen e Ukrainës, lufta mund të fillojë përsëri pas disa vite. Dhe një temë që ky është një front shumë i madh. Bëhet fjalë për afër gati 2000 kilometër front dhe është një front që është i vështirë të kesh, si thua, armpushim dhe të mbajë armpushim kaq gjatë në një front kaq të madh. Pra mundësia që dikush në atë 2000 kilometrin ta prishë armupushimin është shumë e madhe. Dhe në momentin që armpushimi prishet, është shumë e vështirë të gjesh se kush e prish armupushimin. Sepse aty nuk se gjatë këtij 30 ditori, për shembull, që mund të jetë armpushimi, nuk se do ketë trupa të huaja ose forca të huaja që të monitorojnë armupushimin. Pra armupushimin do monitorojnë Ukrainasi dhe rusët nga të dyja palët. Dhe në momentin që armpushimi prishet, për shembull, është pamundur ta gjejë se kush e prish armupushimin, sepse të dyja palët në fundit do akuzojnë njëra tjetrën. Dhe ky është një lloj propozimi, si thua, shumë delikat që është bërë nga ana e qoftë dhe Ukrainasve, qoftë dhe e rusëve dhe amerikanëve, dhe është bërë propozimi tipik për ta hedhur në kurs, si thua, Rusinë. Pra Rusia nuk mund të mos e refuzonte propozimin e tij. Por kam përshtypjen që Putin ka luajtur një lojë të zgjuar dhe interesante me deklaratë që bëri dje, pra është ai sa në fillim që tha dhe po tha dhe jo. E qartë, po së të qoftë, apo merr edhe Zelenski hera herës rolin e Putinit si njeriu që nuk do që të përfundojë lufta dhe për këtë ndoshta na ndihmon kronika që transmetuam përpara se të lidheshim së bashku që Ukraina, pavarësisht se ka bisedime, pavarësisht se Rusia ka shprehur gatishmërinë për të ndaluar armupushimin, ka vazhduar sërish sot sulmet në Rusi të përqendruara në Moskë, pavarësisht se nuk ka patur persona të cilët kanë mbetur të lënduar, pra po fakti që në mes të bisedimeve dhe kur duket se drita e shile është ndezur, Ukraina vazhdon të sulmojë me aq kapacitete sa ka Rusin. A bëhet edhe ajo pjesë e palës që nuk e do përfundimin e kësaj lufte, zoti Krisafi? Shko, të dyja palët janë duke luftuar, duke vazhdojnë të luftojnë. Pra pavarësisht se mund të ketë negociata në sfond, të dyja palët vazhdojnë të luftojnë dhe Ukraina vazhdon të godasi brenda Rusisë pikërisht për të arritur një pozicion më të mirë në tavolinë e bisedimeve. Edhe në bisedime, po. Edhe në bisedime, unë mendoj që Ukrainasit dhe Zelenski e dëshirojnë paqen, pa diskutim. Nuk dëshirojnë vazhdimin e luftës sepse ata lufte janë duke humbur në terren. Pra një shtet që është duke humbur luftën në terren, që humbet dhe tani që ne flasim po humbet territor dhe nuk ka rëndësi humbet territor shumë apo pak. Në fund territori humbur, si të jetë si madh si vogël, territori i Ukrainës është që humbet. Ukraina dhe Zelenski dëshirojnë fundin e luftës pa diskutim në këtë rast. Unë mendoj që Putin ndoshta nuk është aq i bindur në përfundimin e luftës, sepse mendojnë që në momentin që është duke fituar mund të marrë më shumë se sa mund të marrë me një përfundim të luftës, pra mundësia për të fituar më shumë për ati është më e madhe, por nuk kam dyshim që Zelenski pa diskutim dëshiron luftën dhe Ukraina si janë absolutisht lodhur nga lufta dhe një për arsye pse mendojnë që i shoh që janë të lodhur nga lufta është fakti që një pjesë e madhe e popullsisë ukrainase sipas sondazheve të fundit që unë kam parë është dakord me faktin që një pjesë ose shumica e territorit që Rusia ka pushtuar duhet i lihet Rusisë. Pra kjo tregon pikërisht lodhjen dhe mërzitjen që kanë dhe raskapitin që kanë ukrainasit nga lufta. Pra gjithmonë më shumë duket për ukrainasit sikur po luftojnë një luftë që nuk e fitojnë dot më. Pra është një ndjesi që është përhapur gjithmonë më shumë tek ukrainasit dhe pa diskutim mendoj që ata dëshirojnë paqe më shumë se kushdo tjetër. Sa po ndikon ose sa mund të ndikojë Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s në vendosjen e një armpushimi midis Shtetet e Bashkuara, midis Rusisë pra dhe Ukrainës, duke marrë parasysh se ai ka patur një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtu ndoshta fusim pak në kontekst edhe deklaratën e një prej të besuarve të Donald Trump që është Elon Musk, i cili hera herës e ka thënë edhe publikisht e ka hedhur idenë se Amerika duhet të largohet nga NATO.
Kam përshtypjen që në këtë moment Mark Rutte ka si detyrë të bindë Donald Trumpin sepse Amerika duhet të jetë në NATO dhe pse NATO do të vazhdojë të ekzistojë, më shumë se sa mundësia për të vendosur. Pra halli më madh është çështja e NATO Amerikë se sa halli janë pushimit të Rusisë. Pikërisht. Pra nuk besoj se Rutte mund të ndryshojë ndonjë gjë në këtë moment mes Ukrainës dhe Rusisë, sepse duket që NATO dhe Evropa janë jashtë lojës për momentin. Pra halli më i madh është pikërisht të bindë Donald Trumpin sepse NATO duhet të qëndrojë të vazhdojë të ekzistojë dhe pse Shtetet Bashkuara do të vazhdojnë të jenë pjesë e NATO-s, madje Mark Rutte e bëri të qartë edhe një herë dhe në shtëpinë e Bardhit që Ukraina nuk do jetë pjesë e NATO-s dhe ky është një prej kushteve kryesore që tashmë është plotësuar nga ana e NATO-s, pra kushtet që kishte Rusia në këtë rast dhe është një situatë ku NATO nuk besoj se thash mund të bëjë mund të luajë përdrejt në një rol. Ajo që mund të bëjë Evropa për momentin dhe që ka për të qenë një ndër pikat më kyçe, më të ndjeshme të gjithë kësaj marrëveshje është paqëruajtësi që supozohet të shkojnë në Ukrainë pas përfundimit të luftës dhe pas arritjes së marrëveshjes së paqes. Kjo është një pikë delikate sepse duket që rusët janë tërësisht kundër idesë të trupave evropiane apo qoftë çfarë lloj trupe në Ukrainë pas përfundimit të luftës, por evropianët duan të kenë një garanci dhe kjo mendoj se kjo është garancia vetme që mund të jepet Ukrainës në këtë rast. Duhet parë si mund të jetë qëndrimi i Donald Trump në këtë pikë, ai duket se është gjithmonë më shumë në linjë me Putinin se sa me evropianët. Nëse do ja plotësoj këtë kusht Putinit pa që mos ketë paqërues evropian në Ukrainë pas luftës, mundësia që lufta të rifillojë pas disa kohësh, pas disa vitesh është shumë e madhe në këtë rast. Pra kjo është vetëm pikë ku Evropa mund të jetë ose mund të hyjë në gjithë të lojë. Është paradoksale në fakt sepse bisedimet i bën Shtetet Bashkuara me Rusinë dhe paqen në fundit supozohet ta mbajë Evropa, po kështu ka përfunduar gjendja në këtë rend të ribotronet. Çfarë precedenti krijohet për vendet e tjera të vogla në konflikt me fqinjet nëse Ukrainës i kërkohet që të njohë territoret e reja dhe të heqë dorë të 20% të territorit të saj që është pushtuar tashmë nga Rusia, duke marrë parasysh se ajo kishte pritshmëri që jo vetëm nuk do të lëshonte as 1% të territorit aktual, po mund t'i rikthejë edhe çështjes së Krimes, e cila është aneksuar në vitin 2014 nga ana e Rusisë, zoti Krisafi. Për ta kuptuar realisht sa precedenti i madh është kjo që mund ndodhë, është fakti që diçka e tillë nuk ka ndodhur që nga fundi i luftës botërore. Pra nuk ka pasur asnjë shtet tjetër që nga 80 vitet e fundit që të ketë sulmuar një shtet tjetër dhe të ketë marrë territorin dhe kjo gjë të jetë njohur. Pra është një precedent që ka qenë një lloj tabuje le të themi në 80 vitet e fundit sepse nuk funksiononte kështu sistemi ndërkombëtar. Dhe jo vetëm kaq, jo vetëm precedenti që krijohet që mund të marrësh me dhunë dhe mund të ndryshosh territorin kufirin një shteti tjetër, por dhe fakti që Rusia sulmon një shtet tjetër, mor 20% të territorit dhe praktikisht nuk ndodhi asgjë. Ky është një mesazh i dytë që vjen në këtë rast, pra që mund të shkojë për Kinën, që mundohet të marrë Taiwanin nga ana tjetër dhe në fundit, nëse arrin ta marrësh Taiwanin, nuk se do të ndodhi ndonjë gjë e madhe siç ndodhi e njëjta gjë me Rusinë në Ukrainë. Në Ballkan mund ndodhi e njëjta gjë, le të themi Serbia mund të piqet të bëjë një gjë me veriun e Kosovës, nëse ka fuqi ta bëj. Unë mendoj që Serbia nuk është Rusia, sigurisht nuk është as Kina, nuk ka këtë kapacitet. Por pse jo, kur precedenti ekziston në Rusi dhe në Ukrainë, firmoset aty, pse jo mund ta provojnë kushdo tjetër. Pra është një precedent që në një farë mënyrë vë gjithë botën në një lloj kaosi, ku më i forti mund të bëjë të gjë që bëri Rusia në Ukrainë, dhe i vetëm marrësh territorin thash, por nuk ndodh asgjë në fund. Kështu siç po shkon marrëveshja, Rusia praktikisht tash ka dalë fitimtare, nuk se ka humbur nga gjithë kjo luftë. Pse vjen pikërisht në këtë moment interesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mineralet e rralla të Ukrainës, që në një farë mënyrë duket se kanë qenë edhe piknisja e një debati të tensionuar para 2 javësh në shtëpinë e bardhë midis Trump dhe Zelenskit, kur Amerika mund të merrte fare mirë gjatë kohës së administratës Biden, e cila ka patur një ndihmë të pakursyer ndaj Ukrainës dhe besoj në atë periudhë Zelenski apo drejtues të tjerë të vendit me sy mbyllur mund ta afirmosnin një marrëveshje referuar gjithë ndihmës që në atë kohë po jepte administrata Biden. Pse vjen pikërisht në këtë moment interesi i Amerikës për mineralet e rralla, apo edhe kjo lidhet me ato që ju e quani rënd të ri të ndikuar nga Trump? Kjo pjesa e mineraleve ka disa pjesë. Pjesa e parë lidhet me faktin që Donald Trump mendon që amerikanët kanë shpenzuar para, kanë dhënë para në Ukrainë dhe kjo është vetëm mënyrë praktikisht si Ukraina të marrin paratë e tyre mbrapsht, po. Paratë e tyre pas. Pjesa tjetër është fakti që ai mendon se kjo është garancia që i jep Ukrainës. Për kuptimin që në momentin që kompanitë amerikane janë në Ukrainë, rusët apo kushdo tjetër nuk do të guxojë të bëjë luftë në të ardhmen. Kjo është një logjikë që nuk pala përputhet me realitetin, sepse kompanitë amerikane kanë qenë në Ukrainë dhe gjermane dhe franceze dhe holandeze kanë qenë aty në Ukrainë, kanë investuar dhe para luftës dhe këto nuk e ndaluan atë luftën. Për shembull BlackRock, që është një kompani më gjigande amerikane, ka qenë në Ukrainë, ka bërë biznes dhe nuk e ndaloi dot luftën. Pra nuk funksionon ose nuk ka funksionuar në të shkuarën
një logjikë të tillë. Tjetra është fakti që jemi në një botë ku po shkojmë drejt makine elektrike, energjisë nevueshme të tjerë dhe një prej materialeve që përdoret është litiumi dhe grafiti, të cilat duhen në bateritë qoftë makinave, qoftë smartphone-ave, bërë çipa të tjerë që përdorin gjithë. Dhe në një botë të tillë, gjithë bota, si thua, është vënë në kërkim të pikërisht këtyre materialeve. Dhe fakti është që shumicën dërmuese të materialeve, mineraleve, sidomos të rralla, në botë sot i përpunon dhe i zotron Kina. Pra mbi 90% të tyre i përpunon dhe i zotron Kina. Dhe ka dhe një aspekt tjetër lidhje me mineralet, sidomos mineralet e rralla të Ukrainës, është fakti që ka shumë fjalë, po pak është shumë për Azia në fundit. Pra për momentin, sepse Ukraina nuk ka asnjë miner të mineralet të rralla, pra nuk e din fare se çfarë ka në tokën ukrainase, por din që mund të ketë Ukraina mineralet të rralla dhe kjo vjen nga një studim i viteve 70 i Bashkimit Sovjetik, pra për momentin është thjesht në nivel teorik, ne nuk e dim sa realisht mineralet të rralla ka Ukraina dhe sa vlerë mund të kenë këto mineralet të rralla në momentin që dalin në treg, por Trump mendon se kjo është vetëm mënyrë se si Ukraina mund të rikthejë pas paratë që ka marrë nga Shtetet e Bashkuara. Pavarësisht se edhe kjo logjik thash është pjesërisht e gabuar nga ana e Donald Trump, sepse ato para kanë shkuar në Amerikë pas në momentin që Ukraina ka blerë armatime nga Amerika. Pra nuk është e thënë që paratë kanë qartë, sepse janë marrë nga kompanitë amerikane armatimet e përdorura. Zoti Kristafi, nisur nga gjithë kjo shpërfaqe e arjenës diplomatike të Donald Trump, sa gjasa ka që rolin e partnerit strategjik, siç ishte deri tani Bashkimi Evropian ose Evropa, Amerika me në krye Donald Trump të tentojë ta zëvendësojë me Rusinë, duke marrë parasysh faktin se para disa ditësh raportuan për një lajm nga mediat ndërkombëtare se në Zvicër kanë nisur edhe bisedime midis palëve ruse dhe amerikane që të rinisin furnizimin e Evropës me gazsillësin rus Nord Stream 2, pra duke marrë parasysh sa ju bllokua si pjesë e sanksioneve që në shkurt të 2022-shit, sapo Rusia dhe më vonë pra në mars sapo Rusia ka sulmuar Ukrainën. Pra, duke marrë parasysh se duket sikur sanksionet nga njëra anë janë paralajmërim, po nga ana tjetër kërkohet të hapet gazsillësi Nord Stream 2. Trump akuzon Putin, po nga ana tjetër flet në telefon dhe thotë që ai e ka gatishmërinë për ta përfunduar luftën. Bisedimet e para u bën vetëm midis Rusisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, sa gjasa ka që kjo marrëdhënie e mirë, nëse mund ta quajmë të tillë, ose disi më e zbutur e Rusisë me Amerikën të jetë një shëmbëltyr e marrëdhënies Evropë-Amerikë deri në 5 nëntor, po deshet të 2024 apo 20 janar 2025, me qenë sa atëherë u inaugurua Donald Trump. Rusia nuk mund të bëhet partner strategjik i Amerikës, sepse të dy janë rivalë. Pavarësisht çfarë ne shohim për momentin në fjalëve të mira të bukura nga të dyja palët, gjitha ka një qëllim me gjitha nga ana Donald Trump. Rusia është një rival strategjik i Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, një prej qëllimeve që ka në politikën e saj të jashtme, është që të mundohet Shtetet e Bashkuara ta vendosin në krizë ose mundohet ta shpërbëjë Shtetet e Bashkuara. Ne kemi parë që rusët nëpërmjet rrjeteve sociale, internetit e tjerë vazhdimisht kanë nxitur ndarje sociale, racole, gjinore të tjera në Shtetet e Bashkuara dhe kjo është bërë pikërisht me qëllim për të krijuar kaos dhe anarki në Shtetet e Bashkuara. Pra të dyja palët janë rival politik me njëri tjetrin dhe nuk ka mundësi të bëhen le të themi bashkëpunëtor kaq të ngushtë sa ç'mund duket për momentin. Ajo logjika që ka Donald Trump thashë është që po mundohet ta tërheqë Rusinë nga Kina, pa të thyer aleancë Rusi-Kinë, sepse Kina mendon që është rivali kryesor dhe është vërtet që është rivali kryesor. Dhe po mundohet të bëjë të njëjtën gjë që bëri Nixoni në 72-shin kur ndau në atë rast Kinën nga Bashkimi Sovjetik. Ka një, le të themi, pjesërisht e gabuar edhe në këtë rast kjo logjik, sepse në 72-shin Kina dhe Bashkimi Sovjetik ishin vende armiqësore me njëra tjetrën dhe ishin gati në gjendje lufte me njëra tjetrën. Nëse sot Kina dhe Rusia nuk janë vende armiqësore me njëra tjetrën, nuk janë vende në luftë me njëra tjetrën, përkundërzi janë vende goxha të bashkëpunuese me njëra tjetrën dhe mundësia që Rusia të heqë dorë nga Kina dhe të shkojë me Shtetet e Bashkuara mundoj që shkuhet zero. Dhe ajo që mund të ndodhë realisht është që Vladimir Putin në këtë pikë do bëjë një lojë treshe, pra do vazhdojë të ketë marrëdhënie shumë të mira me Kinën dhe nga ana tjetër do ketë marrëdhënie shumë të mira dhe me Shtetet e Bashkuara, do krijojë iluzionin tek Donald Trump thjesht për ta kënaqur që marrëdhëniet me Kinën mund të kenë marrë le të them një hap pas për tyre. Pra në këtë pikë unë mendoj që Putin del ai që është më i fituari nga të gjithë. Pra po mundohet të fitojë praktikisht nga të gjitha palët dhe do mundohet të bëjë pikërisht një lojë treshe me Kinën dhe Shtetet e Bashkuara. Strategjia e Donald Trump do të ishte më zgjuar nëse do mundohet të forconte aleancat që kanë në Evropë, të forconte aleancat që kanë në linjën e largët me Japoninë, Korenë e Jugut, me Filipinën, me Australinë, me Zelandën e Re. Pra kjo të ishte një strategji më zgjuar në këtë rast, sa një strategji kaq
le të themi, kjo është një lloj basti në fund. Pra po hedh një bast nëse do dalim mirë apo keq. Unë mendoj që ky është një bast, personalisht mendoj që është një bast që do humbasi në fund sepse po niset nga një logjikë që është e gabuar. Faleminderit për këto minuta që na kushtua zoti Krisafi. Është kënaqësi gjithmonë. Faleminderit. Ishim me zotin Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, i cili na bashkua drejt për së drejti këtu në Klan News. Do të ndajemi për momentin, takohemi në orën 22 me edicionin e plot informativ.